votat dhe blerjen e tyre sipas tij, mezi pristet të përballen në gjykatë me akuzat, e takuat në korridore apo? Jo, nuk e takova, sepse Drejtoria e Burgjeve nuk kishte marrë masat për ta sjellë në zyrat e Spakut. Kështu që ishte disa herë më duket që bëhet ky proces që ju çohesh ka njoftimi dhe Drejtoria e Burgjeve nuk e njofton. Nisa i tha që jam duke pritur, jam. Po, problemi është që duhet ta shoqëroj dikush. Zonja Kryemadhi, Kjo ishte duke qenë se ju jeni dëgjova kur po ziheshte prokurori me drejtorin me burgjet. Zonja Ose Kryemadhi, normal. Si mund vi pa urdhrin e Edi Ramës paraqitet kë prokurori? Zonja Kryemadhi, për çfarë ju thatë që jeni marrë zyrtarisht pandehur? Pse po e vonojnë përfundimin e hetimit dhe dërgimin e dosjes në gjyq? Ju dha një argument? Jo, është voluminoz. Unë me thënë të drejtën i kërkova edhe fashikujt dhe më thanë që do të më japin shumë shpejt. Përsa i përket në gjyqin e apelit ku kemi pas për masën e sigurisë kanë qenë 34 fashikuj, mund të jenë shtuar ndoshta dhe ndonjë tjetër, që mund të jetë gjatë rrugës, po themi që mund të ketë pas letër porosit. S'ka ndonjë gjë interesante. Do të thënë është ajo që ne themi gjithmonë, pra e tëra ajo që është, vetëm tashmë do ta fillojmë dhe prokuroria do ketë evidencat e veta, ne do të kemi evidencat tona dhe do fillojmë ballafaqimin, po themi në gjykatë. Mendonin që prokurorët do t'i mbyllin hetimet brenda ose përpara 15 tetorit, që është edhe data e fundit që ju jeni të informuar? Nuk mendoj që kanë më, po themi mendoj që mund të kenë 2-3 gjëra të vogla që po presin dhe ajo që është besoj se shumë shpejt do ta çojnë, sepse mbarojnë, kalojnë dha fatet. Unë sot kur isha edhe në ballafaqim në gjyq, më thanë që padia e çes-dies që ka bërë në shtator të 2017-s. Besoj se duhet ketë përfunduar. Në materialin që keni në dorë, apo aq sa ju vut ndjeni, mësuat për tjera dhe primet? Jo, është e njëjta gjë. E njëjta gjë është, mund të ketë ndonjë shtesë. Jo, mund të ketë ndonjë shtesë të vogël, ndonjë gjë, domethënë sa aq sa ka qenë ajo e para ka qenë sa është kjo, sa faq është? 126, ajo ka qenë 167, mund të ketë ndonjë reduktim në një gjë. 128. Do të thonë, çdo vendimet e gjykatës do jenë paksu në Sa do ndikojnë gjendjen tuaj emocionale duke qenë se jeni Fare. në filmit Fare më biles ata të filmit ju nga ngel hatri se më ka ardhur radha mu me filmu. Sa ata ka fillu, po filmojnë kanë nesër goxha. Artistja parë që merr një panderu Por nuk jam vetëm artistore. Jam edhe organizatore. Edhe çfarë? Organizatore. Po, biles kam edhe disa propozime të tjera për artin, kulturën. Kështu që megjithatë s'na e le Edi Rama artin dhe kulturën. Zonja Kryemadhi, për opinionin publik, me qenë se kështu po e bëni vetë, në fakt se nuk është se është qëllimi i gazetarëve. Fillojmë të shajmë, Po ta mbaroj pyetjen se nuk e dëgjuat. Tani mos ju ndoshta luani rolin e ndonjë gruaje të pandehur sikurse jeni edhe këtu në Spak, apo është rol pozitiv ai? Ai do jetë në film tjetër. Jo. Çfarë zhanri është filmi njerëz? Filmi është artistik, është quhet Mefat. Mefat është emri i personazhit kryesor, pavarësisht se është një djalë i ri i cili ka një ëndër për ta realizuar në sfida dhe në dilemat që i krijon jeta midis dashurisë, sportit, familjes, ekonomisë, terrenit, e shumë gjërave të tjera dhe ballafaqimet e jetës tij që krijon, i realizon ato, i realizon me sukses, i realizon nëpërmjet familjes, i realizon nëpërmjet rrethit të tij shoqëror, sigurisht i realizon edhe nëpërmjet një shtyseje të vogël që ndodh. Spak dhe Ilir Meta janë pjesë e këtij filmi? Jo, absolutisht. Mbajtë ndonjë qendrim për akuzat apo thjesht vetëm u njoh me gjithë akuzat? Jo, po unë kam thënë që në fillim që në janar që unë nuk them asnjë fjalë aty. Fare. Shihemi në gjyq. Po sepse u firmosën e gjitha kjo, pa edhe çik muhabet s'do bënim ne. Edhe një pyetje të S'do flisnim i çik çau bë me zgjedhjet. S'do flisnim i çik kush do kandidoj për prokuror, kush do kandidoj për BKH. Kush do kandidon? S'dini gjë ata fare, më shumë dinim ne. Kush mendon? Kush mendoj? Kush do më let jetë aty krye prokuror BKH e drama është, ç'më mendoni ju? Se ka ndonjë, të tjerët jemi gjithë plotësues. Këtë gjithë pra, aty ke zotin Rama ke në krye të çdo institucioni. Zonja Kryemadhi, ju sot jeni marrë pandehur. Dhe ju janë komunikuar së akuzat. Si shpjegoni gjithë qetësinë? Shikoni la, sfidat për mua janë me opinionin publik dhe me Zotin. Për mua, drejtësia njerëzore është një moment. Drejtësia hyjnore është ajo që
duhet ta kemi frikë të gjithë dhe unë atë kam frikë, nuk kam frikë asnjë lloj drejtësie tjetër. Pjesa tjetër e jetës, mos mendoni që jeta ime e më përpashme është më e mirë se ajo, duhet me jetu sot. Pas se çka ndodh në të kaluarën dhe se çdo ndodhi në të ardhmen, asnjëri nuk e di. Kështu që shihoni momentin që të gjithë gëzojni atyre që keni, se asnjëri nuk do kënaqet çfarëdo që t'ju bësh dhe asnjëri s'ka për t'u kënaqur çfarëdo që t'i bëni. Kalofshi mirë. Faleminderit. Ndoqëm zonjën Monika Kryemadhi